Ditën e sotme në orën 18 Luizi do të publikoj premierën e këngës me të re kolazh me rastin e festës së 28 nëntorit ku festohet nga mbarë shqiptaria dhe është dita e pavarësisë së Shqipërisë prej nga 28 nëntori 1912 ku figura me e shuar shqiptare Ismail Bey Vlora bëri të mundur që Shqipëria të letë e pavarur e kësaj dite e tradite vit pas viti çdo shqiptar e feston dhe e ndjek me përzemër si çdo shqiptar në trojet tona dhe anele. Mbane ne për botë e feston në forma të ndryshme jashtë mblidhente. Gjithë pakicat etnike të cilët e ndezin atmosferën e përveç kësaj ata vendosin flamuj nej për makina e ndërtesat e tyre duke lëvizur me muzike tradicionale, disa mbajnë dhe veshje popullore e plisa disa shprehen se do donin të ishin afër familjeve dhe njerëzve të tyre të dashur e kjo feste është një arsye forte që gjithë shqiptarët mbilden bashkë kudo ka feste e Luizi për këtë arsye e ka gjetur mundësinë në një ditë të veçantë si kjo të hapi kanalin e tij zyrtar e të publikoj pikërisht këngën ku do ta kërcej anë e mbane Shqipëria e çdo patriot sot për 113 vjetor Luizi e vullosi sot një kom një flamur. Ai i ftoi të gjithë të bashkohen në kanalin e tij zyrtar dhe gjithashtu i uroi të gjithëve gëzuar këtë ditë të veçantë për krejt shqiptarët kudo që ndodhen e përveç kësaj nuk mungoi as urimi i Kiarës e cila sapo Luizi postoi një trailer të shkurtër. Nga kënga e radhës dedikuar kombit tonë me tradite e zakone autoktone ajo i uroi të gjithëve që ta gëzojnë festën e pavarësisë. Ky urim na mbushi zemrat plot në këtë ditë të shënuar kombëtare e përveç urimit të çiftit Elli stafi ynë ka një urim për të gjithë shqiptarët anë e mbane kudo që ndodhen brenda dhe jashtë trojeve urime të gjithëve mos harroni se jemi një kom, një gjak, një flamur pavarësisht se kushton në rrethanat e veta familjare apo ekonomike është larguar e gëzofte këtë ditë të shënuar nga të parët tane si një kom i pavarur. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.